Kundër faktit që edhe në PDK ka që nuk votojnë ndonjë kandidat, qoftë edhe konsensual, mund të ketë. Dhe është krejt e drejtë, sepse mandati i deputetit është personal. Atë me gjithate me PDK-n është sigurt ajo rasisht po thot, po s'po e bën ose s'ka garancia ndej, sepse qofse dikush mirë inkognito, veç thot muzdrak në fest, thot populli, dhe më thonë, 2 kandidat po emra s'ti jap, është serioze. Ajo është diçka që dhe mund tjetë thjeshtë malicioze. Pra nuk është në rregull, nuk është e mirë, është e dëmshme, po du kështu, po s'mundesh me zgjedh, sepse nuk je në pozicion të fitusit. Fitusi sipas rregullave normale, logjike, juridike, politike i merr të gjitha. Kjo është rregull në demokraci. Po ka dikon që dikush nuk mundet, janë mekanizma, sepse kushtetuta joni ka mekanizma të tillë frenues, që duhet t'i ndëgjosh edhe tjerët për ta bërë shumicën për të presidenti. Pra, gjuha nuk ka qenë mjaft ashtu bashkëpunuese, sidomos mes këtyre 2 eksponentëve. Nga gjitha palët. Nga sidomos po flas për atë pyetjen e juaj që më bën, po ja përgjigjem me këtyre 2 partive politike dhe kryeksponentëve të tyre. Po kjo nuk do thotë në asnjë mënyrë që mos thirret. Partia, edhe kryetari i partisë, pse jo, ajo është njeri ynë, është njeri me merita. Në fakt, Haradinaj ka dhënë dorëheqje, por megjithatë mbetet